Shejti ditës 11 tetor, Shën Gjoni 23, Papa i Mirë. Në kalendarin liturgjik të Kishës Katolike, data 11 tetor na kujton figurën madhështore të Shën Gjonit 23, papes që u bë i njohur në mbar botën me emrin e përzemërt Papa i Mirë. Lidhja e kësaj date me hapjen e koncilit të dytë të Vatikanit 11 tetor të vitit 1962 e shënon edhe më shumë rëndësinë e tij për jetën e Kishës dhe për historinë e shekullit 20. Rënje të thjeshta dhe thirrja. Angelo Giuseppe Ronzalli lindi me 25 nëntor të vitit 1881 në një familje të thjeshtë bujqësore në Soto il Monte, afër Bergamos. I katërti nga 13 fëmijët që në moshën e fëmijërisë ndjeu thirrjen për t'ju kushtuar Zotit. Formimi i tij me shtarak u shënua nga një besnikëri e thjeshtë, dashuri për Kishën dhe ndjeshmëri ndaj të varfërve. Pas shugurimit me shtarak në vitin 1904, u shqua si mësuesi historisë kishtare dhe si sekretari i peshvit Radini Tedeschi, me të cilin ndau idealin e Kishës pranë popullit. Shërbimi si diplomat dhe bari. Roncalli shërbeu si vizitator apostolik në Bullgari, delegat në Turqi e Greqi dhe më vonë nunc apostolik në Francë. Në këto vende u dallua për frymën e dialogut me ortodoksët, protestantët dhe hebrejt. Gjatë luftës së dytë botërore, ndihmoi me guxim shumë hebrej të iknin nga Holokausti. Me 1953 u bë patriark i Venedikut dhe kardinal, duke ruajtur gjithnjë frymën e thjeshtësisë dhe dashurinë baritore. Zgjedhja papnore dhe befasia. Në konklaven e vitit 1958 në moshën 77 vjeçar u zgjodh pap me emrin Gjoni 23. Në fillim u mendua si zgjidhje kalimtare, por shumë shpejt tregoi se ishte një njeri i Zotit i aftë për të hapur horizonte të reja. Papati i tij do të zgjaste vetëm 5 vjet, por ato 5 vjet do të shkundnin Kishën dhe do të sillnin një frymë të re. Kontributi i madh, Koncili i dytë i Vatikanit. Vetëm 3 muaj pas zgjedhjes, me 25 janar të vitit 1959, Papa shpalli vendimin për thirrjen e një koncili ekumenik. Synimi i tij ishte aggiornamento, një ashtu të themi poshtërsim apo përshtatje e Kishës me kohët moderne, pa braktisur asnjë të vërtetë të fesë. Kisha, sipas tij, nuk është muze për të ruajtur, por kopsht për të kultivuar. Fjalën e tij kërkojmë atë që na bashkon, jo atë që na ndan, mbetet një program i gjallë edhe sot. Koncili i dytë i Vatikanit nga viti 1962-1965 është një nga ngjarjet më të rëndësishme të Kishës në shekullin 20. Profeti i paqes. Në kohën e tensioneve të luftës së ftohtë, Papa Gjoni 23 dha shembuj të jashtëzakonshëm guximi. Në kulmin e krizës së Berlinit dhe asaj të Kubës, ai bëri thirrje publike për paqe, duke fituar respektin edhe të udhëheqësve të Bashkimit Sovjetik. Enciklika e tij Pacem in Terris e vitit 1963 ishte dokumenti i parë papnor drejtuar jo vetëm katolikëve, por të gjithë njerëzve me vullnet të mirë, duke i ftuar në respekt të ndërsjellë, dialog dhe pajtim. Shejtëria dhe trashëgimia. Papa Gjoni 23 ndroi jetë me 3 qershor të vitit 1963, i rrethuar nga dashuria e mbar botës, i thjeshtë, i afërt dhe i dashur. U quajt Papa i Mirë. Fjalët e tij të fundit, jam gati, valigja ime është gati, pasqyrojnë besimin dhe qetësinë me të cilën përballoi vdekjen.
Në vitin 2000 u shpalli lum nga Papa John Paul II, ndërsa në vitin 2014 Papa Francesku e shpalli shenjt. Kisha kujton Shënxhonin e 23 me 11 tetor, duke theksuar lidhjen e tij me Koncilin e dytë të Vatikanit. Figura e Shënxhonit të 23 është një dhuratë e madhe për Kishën dhe për njerëzimin. Ai na kujton se Zoti shpesh zgjedh njerëz të thjeshtë për vepra të mëdha, se Kisha duhet të jetojë e hapur ndaj botës duke dëshmuar Ungjillin me dashuri dhe mëshirë, se paqja ndërtohet mbi të drejtat e njerëzit dhe mbi respektin për secilin. Papa i mirë mbetet një shenjt që na fton të jetojmë me gëzim, me shpresë dhe dashuri universale.